por shumë pak shohin dritë në tunel, sepse kohëve të fundit dihet çfarë është pozicioni i tyre dhe fatkeqësisht ne i dimë çfarë është mundësia e Kosovës për të lobuar me negociuar për pozicionin e shqiptarëve apo për negociuar me Serbi. Në anën tjetër kemi një Shqipëri që disi kohëve të fundit ka qenë shumë e heshtur për pozicionin e shqiptarëve. Edhe tek konsulata, hapja e konsulatës në qytetin e Bujanocit është një nismë që gati se 2 vjet ka filluar, është dakorduar nga gjitha palët që të hapet sepse është shumë e mirë se ardhur. Shqiptarët nuk duhet kalojnë mbi 400 km për të shkuar në kryeqendrën Beograd në ambasadën shqiptare, por konsulata do të jetë një mundësi shumë e mirë për shqiptarët e luginës Preshevës, por ende nuk kemi hapa konkret. Se përket zgjidhjes problemeve ne dimë se kemi të bëjmë me një Serbi e cila po lëviz në disa karrige, në disa karta, herë me lindje, herë me perëndim. Kemi një Serbi që është e padëgjueshme, kërshi faktorin ndërkombëtar, kërshi Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe kemi të bëjmë me një Serbi e cila është orientuar ka Rusia dhe Kina. Serbia kur bëhet fjalë për shqiptarët në luginë Preshevës dhe për raportet me Kosovë, Serbia çdo herë sillet sikur që është me vesh të shurdhër dhe kjo është një lëvizje e mirë. Shqiptarët e luginës Preshevës si motiv kryesor dhe shpresë vetëm nga Shtetet Bashkuara të Amerikës tani pak muaj më parë është edhe që aprovimi i një rezoluti memorandumi për diskriminimin e shqiptarëve në luginës Preshevës. Këtë 6 mujorin e fundit SBA, një ekip i specializuar, po monitorojnë nga afër diskriminimi që u bëhet shqiptarëve dhe po mbledhin informacione që ta kenë një raport sa më të mirë dhe sa më të sigurt. Ne shpresojmë që është momenti i fundit për zgjidhur problemet e kamotshme shqiptarëve në luginë Preshevës. Por sigur e thatë dhe ju pak më lart edhe fakti që kryetarja e parlamentit Ana Brnabić nuk i ka pritur, është një parashtrim që çfarëdo që të shkruhet, Serbia vështirë që do ta marrë parasysh. Kongresistët amerikanë patën një takim me ministrin për Pakica, ndërsa kryeparlamentarja ka refuzuar që të ketë një takim të tillë dhe nuk ka pas një deklaratë publike, një arsyetim përkundër asaj që mediat kanë kërkuar një sqarim pse nuk priten kongresistët amerikanë. Kjo është një paralajmërim dhe një sinjal jo i mirë i Serbisë, kërshi Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ne e dimë çfarë janë qëndrimet e Serbisë dhe e vetmja shpresë e shqiptarëve mbetet që të negociohet dhe të shtyhet përpara dialogu në mes Prishtinës dhe Beogradit zyrtar dhe është një moment ku në tavolinën e bisedimeve të negociohet. Shqiptarët në Lugin janë peng të marrëveshjes Kosovë-Serbi. Po, sepse dhe ato marrëveshje pak që kanë qenë nënshkruar në mes të palës shqiptare, serbe dhe faktorin ndërkombëtar, edhe ato marrëveshje nuk janë respektuar nga Serbia. Edhe diçka të fundit, sa afërsisht mund të jetë numri i shqiptarëve që janë pasivizuar adresat në vitet e fundit? Mbi 1500 shqiptar janë pasivizuar në bazë të informacioneve zyrtare që kemi, por sigurisht që numri i tyre është shumë i madh dhe shkon diku deri në 4000 nga kontaktet që kemi bërë me shqiptarët në Preshevë, Bujanoz dhe Medvegjë. Dhe ky avaz është duke vazhduar me efekt veçantë për shqiptarët e luginës Preshevës të cilët punojnë në Republikën e Kosovës dhe për shqiptarët që i kemi diasporë. Pra total në Lugin 4000 de facto. Po, diku afro 4000. Ardita, faleminderit shumë për bisedën. Faleminderit juve.